Elon Musk, Bashkimi Evropian duhet të zhbëhet, sovraniteti të kthehet shteteve. I shefi i Departamentit për Eficiencën e Qeverisë Deutsche, Elon Musk, shprehet në mbështetje të përmbajtjes të doktrinës së re për sigurinë kombëtare hartuar nga Shtëpia e Bardhë dhe deklaron përmes një postimi në platformën X. Bashkimi Evropian duhet të shfuqizohet dhe sovraniteti të kthehet vendeve të ndryshme në mënyrë që qeveritë mund të përfaqësojnë më mirë popujt e tyre. Komisioni i BE-s ka vendosur një gjop prej 120 milion eurosh ndaj platformës X për shkelje të rregullave europiane që rregullojnë përmbajtjen në rrjetet sociale. Kjo shpjegon sulmin e drejtë për drejtë të manjatit ndaj autoriteteve të Brukselit. Platformës i atribuohet veçanërisht shkelja e aktit për shërbime digjitale, një paket rregullash e miratuar nga Brukseli dhe e kritikuar nga Washingtoni, i cili kërkon shfuqizimin e saj. Elon Musk nuk mban më poste brenda administratës Trump dhe roli i tij politik pas largimit nga pozita e Deutsche është në nivelet minimale. Megjithatë, ndikimi që ai mund të ushtrojë mbi qeveritë europiane mbetet i madh si për shkak të pronësisë mbi rrjetin e satelitëve Starlink, në për të cilin kalon pjesa dërmuese trafikut të dhënave, ashtu edhe për shkak se Musk ka mbështetur hapur lëvizje të ekstremit të djathtë dhe anti-europiane, duke filluar me AfD në Gjermani. Vetëm Musk ka paralajmëruar se përgjigjja e tij do të synojë zyrtarët e lartë të BE-s që kanë vendosur sanksionin.